SPAK e ka futur në lup Lorena Goxhobellin, ustalleshën e kadastrës, në të njëjtën dosje me grupin kriminal të Ergjys Agasit, sepse dosja Akshi dhe dosja ASHK nuk janë dy histori të ndara, por janë në njëjta dosje, janë i njëjti grup kriminal që ka kapur shtetin shqiptar, tenderat dhe pronat. Raporti vjetor i 2025-s i prokurorisë së posaçme e thot hapur se Agjencia Shtetërore e Kadastrës është kapur nga krimi organizuar, duke specifikuar se grupet kriminale kanë arritur të vendosin aty njerëzit e tyre në pozicione kyçe të ASHK-s për të lehtësuar pastrimin e parave përmes pronave dhe ndërtimit. Gjatë vitit 2025 janë sekuestruar 11 milion euro pasuri të paluajtshme në Vlorë dhe Gjirin e Lalzit, 16 zyrtar dhe ish zyrtar të lartë të kadastrës janë vënë nën hetim pasuror dhe skemat e zbuluara kishin kaluar përmes dokumenteve të falsifikuara, që nuk mund të prodhoheshin pa bashkëpunimin e drejt të kullës së ASHK-s. Kur SPAK nisi hetimet për grupin kriminal të Ergjys Agasit në dosjen Akshi, hetuesit zbuluan se ky grup nuk operonte vetëm me tenderat e teknologjisë, por operonte edhe me pronat. Sepse grupit nuk mjaftonin paratë vjedhura përmes kontratave publike, i duheshin edhe mekanizmat për t'i pastruar ato, për të kaluar pronat në emër të antarëve të grupit, ose për t'i tjetërsuar, Agasi kishte nevojë për kadastrën. Lorena Goxhobelli u bë porta përmes së cilës këto prona kalonin për pastrim parash, një lloj si Akshi, ku manipuloheshin tenderat dhe vidheshin paratë taksapaguesve. Në ASHK legalizoheshin pronat dhe pastroheshin parat. I njëjti grup, i njëjti operacion, dy sportele. Ustallesha e kadastrës po hetohet nga SPAK brenda dosjes Akshi, bashkë me grupin Agasi, jo si dëshmitare, jo si zyrtare e shkujdesur, por në të njëjtën lup me ustallarët e tenderave, dhe në dosje rezulton se çdo pjesëtar i grupit Agasi kishte akses të pakufizuar tek ajo. Lorena Goxhobelli erdhi në krye të kadastrës direkt nga pozicioni i drejtoreshës së divizionit ligjor në Korporatën Shqiptare të Investimeve, që drejtohet nga ustallesha e madhe, Elira Kokona. Goxhobelli si juriste e KISH ka shkruar opinionet ligjore mbi këto prona dhe sot ajo drejton kadastrën, pikërisht institucionin që regjistron transferimet që KISH bën. Konflikti nuk është një detaj vogël administrativ. Goxhobelli ka qenë në njërin breg si këshilltare ligjore e KISH dhe sot është në bregun tjetër si rregulatore po atyre pronave. Zinxhiri i pronave kalon nga njëra dorë në tjetrën, me të njëjtën firmë në të dy anët e tavolinës. Goxhobelli ka dalë në fund të vitit që lan pas dhe ka deklaruar se 79% e aplikimeve trajtohen brenda afateve ligjore, duke e paraqitur këtë kërkesë si sukses të digitalizimit revolucionar, që ajo pretendon se ka sjellë në kadastër. Raporti i avokatit të popullit i botuar në maj 2026 i përgjigjet me shifra që rrëzojnë çdo pretendim. 27.023 vendime gjykate dhe të Agjencisë së Trajtimit të Pronës mbeten të paregjistruara. 11% e të gjitha ankesave në Shqipëri lidhen me pronën dhe zbatimin e rekomandimeve nga ASHK është zero. Asnjë rekomandim i vetëm nuk është zbatuar nga një institucion që pretendon në revolucion digjital. KLSH-i është kthyer zbatimit e rekomandimeve në 7 drejtori vendore të kadastrës: Tirana Jug, Tirana Veri, Tirana Rurale 1, Tirana Rurale 2, Kamës Vorë, Shkodër dhe Durrës. Asnjë prej këtyre drejtorive nuk ka kthyer përgjigje brenda afatit 20 ditor dhe asnjë nuk ka raportuar për ecurinë e zbatimit. 359 masa të rekomanduara gjithsej, nga të cilat 98% janë pranuar në letër, por zbatimi tregon një institucion që nuk njeh përgjegjësi. 18.5% e masave organizative të zbatuara, 4.7% e masave për fonde të zbatuara dhe vetëm 0.7% e masave disiplinore të zbatuara. Pra 99.3% e masave disiplinore mbeten të pazbatuara. Në të njëjtin auditim, KLSH ka konstatuar edhe tjetërsim pronash me firma të rreme në Bregdet. Lorena Goxhobelli ka pretenduar se ka ngritur 10 shërbime të automatizuara përmes teknologjisë blockchain dhe se 10% deri në 15% e shërbimeve ditore gjenerohen automatikisht nga sistemi pa ndërhyrje. Ka dyshime të forta se grupi i strukturuar kriminal ku bëjnë pjesë Ergjys Agasi dhe Ermal Beqiri kishin në dorë të gjitha të dhënat, transaksionet brenda dhe jashtë vendit, për të gjitha të dhënat për shtetat shqiptare të huaj, kompanit, por edhe njerëz të ekspozuar politikisht, dhe së dyti tenderi që lidhet me administrimin e dosjeve gjyqësore. Konkretisht ky grup i strukturuar kriminal sipas SPAK dyshohet se kishte në dorë të gjitha të dhënat që lidheshin me dosjet gjyqësore, caktimin e gjyqtarëve, për ecurinë e seancave. Pra grupi kontrollonte tenderin për dosjet gjyqësore dhe ato të thesarit dhe sipas burimeve, edhe ato të kadastrës. Kjo ishte pika ku dosja Akshit takohet me dosjen e Lorena Goxhobellit në një pikë teknike jo thjesht politike. Sipas vet Goxhobellit, ASHK po digitalizon
përfaqëson plotësisht arkivën e kadastrës deri në fund të vitit 2026 me 33.000 planshete dhe miliona dokumente. Pyetjet janë konkrete. Kush e ka pasur kontratën e digitalizimit të arkivit të ASHK-s? A kanë qenë kompani të lidhura me grupin Agasi? Cili ka qenë roli i Akshit në infrastrukturën IT të ASHK-s gjatë periudhës 2024-2026? Equus Resort, Petrel, përfaqëson bllokun më të madh të regjistrimeve kadastrale të Agasit. Sipas inventarit zyrtar të SPAK-ut, vetëm në zonën e Petrelës janë sekuestruar 7 pasuri të llojit pyll, me ndërtesa 1 dhe 2 katëshe mbi to. Vlera e kompleksit total është vlerësuar në 11.5 milion euro, prej të cilave 9 milion euro çmim blerjeje dhe 2.5 milion euro kredi. Blerja origjinale ndodhi në vitin 2023, pra para mandatit të Goxhobellit, por proceset kritike të legalizimit dhe regjistrimit kadastral të ndërtimeve të reja brenda kompleksit u kryen pas blerjes në kohë rekord në ndërtimin e Goxhobellit, sipërfaqe artificialisht të fryera prej 5.000 metra shkatror te zona e biletarisë dhe 6.000 metra katror te zona e dhomave të zhveshjes dhe WC. Gjithsej 11.000 metër katror janë regjistruar si pasuri të Agasit përmes ndërhyrjeve te mikesha e tij. Pylli rreth kompleksit, që mbante zërin kadastral pyll, me sipërfaqe të 10 hektarëve, është tjetërsuar drejt pronësisë private të Agasit përmes falsifikimit të dokumenteve, por brenda të njëjtit kompleks janë zhvilluar takime me zyrtarë të niveleve të ndryshme të shtetit, përfshirë drejtues të hipotekës dhe Akshit. Sipas hetimeve zyrtar të kadastrës, përfshirë drejtoreshën, janë identifikuar dhe shkojnë në Equus Resort gjatë periudhës 2024-2025 për të nënshkruar dokumente. Pa kryqëzimin e dosjeve të Akshit, me regjistrimet kadastrale të ASHK-s, paratë e pista do të mbeten të pastruara përmes pronave dhe pjesa institucionale e skemës do të mbetet pa përgjegjësi. Drejtoresha e Akshit ka tashmë akuzë formale. Drejtoresha e ASHK-s Lorena Goxhobelli, që ka refuzuar 3 herë dorëheqjen nga Rama, mbetet jashtë kornizës hetimore, megjithse institucioni i saj është pikërisht aty ku materializuan paratë e tenderve kriminale.